Kryetarja Komisionit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi Daniela Nikulliç tha se përpjekja dështuar për konstituimin e Kuvendit në Prishtinë është tregues se kryeministri Albin Kurti nuk e ka mbështetjen e mandatin teknik dhe prandaj është e rëndësishëm që lista serbe të jetë në atë parlament dhe të luftojë për interesat serbe. Ajo beson se po i hiqet lista serbe nga skena politike dhe në vend të saj të kishte ardhur disa serb të tjerë, Kurti do të kishte mundur të gjendë mbështetjen dhe të merrte kryeparlamentarin. Duke folur për tentativën e 4 të dështuar për konstituimin e Kuvendit të Kosovës, kryetari i Komisionit të Qeverisë së Serbisë për persona të zhdukur Veljko Odalović deklaroi se edhe pse Albin Kurti do të përpiqet me ndihmën e makinerisë politike që disponon të përmirësojë pozitën e tij, numri mandateve të fituara tregon qartë se pavarësisht se sa ka fituar shumicën e votave, ai në fakt ka humbur shumicën e votave. Odalović ka deklaruar se Kurti vazhdon të sillet si ditën e parë pas zgjedhjeve edhe kur e kuptoi se nuk do të kishte shumicën e më pas filloi menjëherë me pengesa. Bashkëpunëtori i Qendrës për Stabilitet Social Marko Mishkelin konsideron se zgjatja e re e konstituimit të Kuvendit të Kosovës duhet të interpretohet si pjesë e taktikave dhe përpjekjeve për të blerë kohë nga lëvizja vetëvendosje në mënyrë që të ketë sukses në sigurimin e shumicës së nevojshme për formimin e qeverisë së re. Mishkelin thot se Albin Kurti po mundohet në çdo mënyrë që të përfitojnë nga të gjitha paqartësitë në ligjet e Kosovës, sidomos kur bëhet fjalë për formimin e parlamentit. Historiani Stefan Radojković deklaroi se ndërprerja 4 seancave konstituive të Kuvendit të Kosovës tregon se institucioni është në ngërsi dhe impotenca gjithnjëme e dukshme e lëvizjes vetëvendosje për të siguruar shumicën e nevojshme parlamentare. Pamundësia zgjedhjes së Albulena Haxhiu tregon se Kurti nuk e ka mbështetjen e pakicave, se askush nga opozita nuk i ka dalë në anën e tij, por edhe se opozita të binte dakord mund të zgjidhet kryetari i Kuvendit, thot Radojković. Bashkëpunëtori i Institutit Demokratik të Kosovës Eugen Cakolli vlerësoi se Kosova ka hyrë në skenarin më të keq institucional dhe se konstituimi i parlamentit mund të zas pafundësisht. Është e qartë se lëvizja vetëvendosje nuk e ka shumicën parlamentare, thekson Cakolli, dhe ai thotë se për shkak të mungesës së afateve ligjore, tashmë mund të ndodhë që seanca si ajo e djeshme të zgjatë çdo 48 orë. Opozita mund të shfrytëzojë këtë moment për t'u ankuar në gjykatën kushtetuese, thot Cakolli. Zafir Berisha, antari i kryesisë së nismës, ka vlerësuar se deklarata zyrtare e lëvizjes vetëvendosje pas pushimit të seancave janë përgatitje për zgjedhjet e jashtëzakonshme. Berisha përmes një postimi në Facebook ka bërë të ditur se mos konstituimi i Kuvendit ka qenë i qëllimshëm dhe ka treguar se çështja duhet i referohet gjykatës kushtetuese. Gjykata kushtetuese i ka dhënë të drejtë ekskluzive partisë fituese të zgjedhjeve për të propozuar dhe zgjedhur kryetarin e Kuvendit, por nuk ka specifikuar se çfarë ndodh kur ajo parti nuk e shfrytëzon këtë drejtë, thot Berisha. Agjencia për Siguri dhe Informim ka marrë njohuri operative se sabotimin e kanalit Iber Lepenës është kryer me 29 nëntor vitit e kaluar nga një grup i organizuar kriminal, në të cilin janë pjesëtarët e policisë së Kosovës, raportoi Novosti. Sipas të njëjtave pretendimeve, operacioni është kryer me urtë të Mehmet Tërbunjes nga drejtoria e policisë së Mitrovicës së Veriut, i cili dyshohet se njihet për shpërdorim detyra dhe lidhje me strukturat kriminale. Shpërthimi, siç është tha, ishte pjesë e një fushate më të gjerë politike që synonte friksimin e serbëve në veri të Kosovës. Gjykata themelore në Ferizaj ka caktuar masën e paraburgimit për një muaj për një të mitur për shkak të vrasjes së policit Muhamet Lika në Kaçanik me një prill. I mituri dyshohet se ka bashkëpunuar me 6
personat e rritur me qëllim me përgatitjen paraprake për të marrë jetën rreshterit e policisë Mohamed Lika. Ai dyshohet se është i ofruar nga mbrapa dhe qelluar në drejtim të rreshterit e policisë, teksa ai po hynte në pallatin dhe më pas është larguar nga vendi i ngjarjes. Policia e Kosovës njoftoi se dje se grupi 7 antarësh është arrestuar, ndërsa prokuroria ka kërkuar ndalimin e 6 bashkëpunëtorëve. Moti në Serbi të mërkurën me vranësirat e pjeshme ko pas kohë me reshje, shiu dhe stohi do të ketë kushte për shtrëngrata të mëdha do të fryer e lehtë deri mesatare veri perëndimore. Temperaturat e mëngjesit do të sillen nga 6 deri në 14, kurse ato më të larta ditore prej 20 deri në 24 gradë Celsius.